Në Muzeun Kombëtar të Fotografisë Marubi u çel ekspozita John Mili retrospektiv, një ngjarje rëndësishme kulturore që sjell për herë të parë në Shqipëri një përzgjedhje origjinale fotografish dhe materialesh arkivore të fotografit shqiptaro-amerikan John Mili, një prej emrave më të rëndësishëm të fotografisë botërore të shekullit të 20. Ekspozita realizuar në bashkëpunim me Howard Greenberg Gallery prezantoi vepra që dëshmojnë kontributin e jashtëzakonshëm të Milit në transformimin e fotografisë moderne përmes eksperimentit me dritën, kohën dhe lëvizjen. Ne mund gjejmë fotografi të blejme në internet dhe t'i printojmë në ditët e sotme. Por fotografi stampa originale në rëndom quhen vintage prints është vërtet unike. Ju nuk i mund të shikoni dot, por secila prej fotografive në pjesën e mbrapme e ka vulën, e ka disa prej tyre kanë edhe firmën e Milit. Madje në këtë ekspozit, në katin e sipërm, do keni mundësi për me pa dhe një për imazheve në ekspozitën e parë të John Milit në Museum of Modern Art të New Yorkut. I gjithë ky koleksion, për 95 veprash, ekspozohet për herën e parë kaq i plot dhe në Muzeun Marubi. Kështu që për ne nuk ishte një moment më të rëndësishëm e më signifikativ për me festuar me të gjithë ju 10 vjetorin e hapjes të Muzeut Marubi. Ne Milin do ta kena një pasaport të rëndësishme për vendin tonë, për Shqipërinë. I lindur në Korçë në vitin 1904 dhe i larguar drejt Shteteve të Bashkuara në moshë të re, John Mili ndërtoi një karrierë të jashtëzakonshme në kryqëzimin mes shkencës dhe artit. Formimi i tij si inxhinier elektrik në Massachusetts ndikoi thellësisht në qasjen e tij ndaj fotografisë, duke orientuar drejt kërkimit dhe inovacionit teknik përmes përdorimit të dritës stroboskopike dhe ekspozimeve të shumëfishta. Mili arriti të krijojë imazhe që nuk regjistroheshin thjesht realitetin, por interpretonin atë në mënyra krejtësisht të reja. Veprat e tij shndërruan fotografinë në një mjet për të vizualizuar lëvizjen dhe rrjedhën e kohës. Kjo është ekspozita më e mirë që i është kushtuar ndonjëherë John Milit, dhe jam shumë i lumtur që ajo po prezantohet në Muzeun Marubi. Me veprën e tij jam njohur rreth 50 vite më parë, dhe që atëherë kam kuptuar rëndësinë që ai kishte në historinë e fotografisë dhe në jetën kulturore të qyteteve si New Yorku dhe Parisi. Kur mora në administrim arkivin e revistës Life në vitin 1999, zbulova një pjesë të madhe të krijimtarisë së tij. Më pas punova për promovimin e veprave të John Milit në muze, galeri dhe institucione të rëndësishme artistike, duke organizuar ekspozita dhe botuar katalog kushtuar punës së tij. Fal bashkëpunimit me Muzeun Marubi, një pjesë e këtyre fotografive kanë dalë nga arkivat dhe prezantohen sot për publikun shqiptar. Ajo që e bën këtë ekspozitë veçanërisht të rëndësishme është fakti se vizitorët kanë mundësinë të shohin printet origjinale, të cilat zbulojnë jo vetëm cilësinë artistike të veprës së Milit, por edhe detajet të procesit të tij krijues dhe teknik. Një vend të veçantë në ekspozitë zën fotografitë ikonike të realizuara me Pablo Picasso në 1949. Retrospektiva sjell gjithashtu imazhe të vallëtarëve, muzikantëve dhe figurave të njohura të kulturës amerikane, mes tyre Tina Turner, Billie Holiday, Duke Ellington, Charlie Parker, Alfred Hitchcock dhe Humphrey Bogart. Përmes objektivit të Milit, këto personalitete shfaqen përtej portretit tradicional të kapur në energjinë dhe dinamikën e performancës së tyre.